E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar bashkarisht një moment shumë emocional që ka ndodhur natën e sonte në shtëpinë e Big Brother. Do të ndaloj të flas pak për Mateo Borin. Le të analizojmë pak Mateon. Mateo është një djalë që në momentin kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, na ka pasionuar të gjithëve. Në çfarë forme na ka pasionuar? Na ka pasionuar me kulturën e tij, me qëndrimet e tij, me mënyrën se si debaton, me mënyrën se si dëshiron që ta fiton zemrën e një vajze. Tani në thelb, nga ajo që ne shohim nga monitori, duket vërtet shumë stresuese dhe shumë acaruese mënyra se si Brikena e ka përzgjedhur që të qëndroj në këtë lidhje. Ajo është shumë e ftohtë, pa marrë parasysh që këto ditët e fundit, konkretisht sot, ka patur një ndryshim rrënjësisht në ndjesinë e saj. Që natën e mbrëmshme toleroi pak Mateon që t'i afrohet, le të themi, shumë pak, domethënë thjesht ja mban dorën në dorë. Nuk kanë bashkuar akoma krevate, nuk kanë dhënë akoma një puthje, nuk flasin thellë për emocionet e tyre. Domethënë Brikena qëndron në atë Brikenën, por thjesht i pëlqen shumë që të ndanë kohën me Mateon dhe e mbron jashtëzakonisht shumë në diskutime që bëhen brenda asaj shtëpie. Dhe tani, pyetja që vjen nga publiku është kjo: e do Brikena vërtet Mateon? Ndonjëherë domethënë mendojmë që nuk e do. Po nëse shohim këtë ngjarje thellë dhe nëse analizojmë thellë, Brikena e do Mateon. Brikena e ndjen Mateon. Brikena ka krijuar një lloj besimi tek Mateo dhe mundohet që çdo ditë domethënë të arritën këtë besimin. Dhe Mateo është shumë spontan. Mateo nuk është ai djali romantik, nuk është ai djali melankolik, nuk është ai djali që di të flet fjalët më madhore për Brikenën. Mateo ka përzgjedhur që të jetë sinqert dhe të pëlqen Brikena tek ai të vërtetën dhe sinqeritetin. Natën e mbrëmshme, unë pash shumë afrimitet tek ato të dy. Domethënë ndryshe nga herët e tjera, Brikena ishte pak më e butë, Mateo ja puthte dorën, e ledhatonte në një farë mënyre. Brikena nuk e injoronte, krahasuar nga herët e tjera. Tani pse Brikena e bën këtë gjën kaq avash dhe pse këto emocione nuk ja jep publikut në shtëpinë e Big Brotherit? Edhe pse i hyri një dron, edhe pse familja ja dha atë mesazhin që Brikena ndoshta shumë e priste, edhe pse nga opinionistët mendoj që ka marrë mesazhe plot për këtë raport, por Brikena qëndron akoma në përzgjedhjen e saj. Tani këtu ka dy pika. E para njëherë që ne mund të analizojmë është që Brikena është një vajzë shumë tradicionale dhe këtë e ka thënë shumë në Big Brother. Domethënë është e vetmja banore që ka ngritur zërin shumë për tradicionalitet, që ka qejf të jeton jashtëzakonisht shumë e vjerën dhe këtë e dëshmoi në momentin që ja puthi dorën nënës së Mateos. Që dëshiron të jeton në një familje shumë të madhe dhe këtë po e dëshmon me qëndrimin e saj në Big Brother, që domethënë është shumë okay, nuk është një banore që bërtet, nuk është një banore që luan, është një banore që riqet, riq aty në përcepa siç e tha Monika dhe nuk po bën asnjë gjë. Por unë mendoj që Brikena, pa marrë parasysh që thot nuk kam pëlqim për Mateon, nuk kam ndjenja, ajo ka shumë ndjenja për Mateon, ka shumë pëlqim për Mateon, por thjesht dëshiron që këtë historikun ta starton që jashtë, domethënë ta fillon jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Në momentin kur ajo do të ulet me familjarët e saj dhe në momentin kur ajo do të merr pon të gjelbërt nga familja. Do të thoni pse? Sepse ky është mendimi im, nuk dua të paragjykoj, por mendoj që Brikena është aq tradicionale sa që në këtë mes është edhe pak kjo puna e besimit, realisht, që pjesa e religionit që Brikena është muslimane dhe Mateo është katolik dhe mendoj që Brikena dëshiron që kur ta jep puthjen e parë ta jep me vendimin të plot të prindërve të saj, sepse Brikena nuk e ndërton këtë lidhjen me Mateon, me aq sa unë e kam kuptuar,
thjesht për ta patur si të dashur dhe thjesht për të kaluar një kohë në shtëpinë e Big Brotherit. Ajo këtë lidhjen e ndërton si një djalin me të cilin Brikena dëshiron të ndërton familje, dëshiron të krijon jetën e saj dhe dëshiron që të jetë e lumtur në atë rrugtim që don ta bën. Domethënë e shoh Brikenën shumë të bindur në hapat që hedh, edhe pse Brikena në fakt nuk është për të befasuar, e ka thënë që në fillim që unë nëse do të marr vendimin që të hedh hapa me Mateon, do të bëj atë që ma ndjen shpirti dhe ma ndjen zemra dhe do ta bëj unë si dua dhe nuk e bëj për lojë. Do me thënë, Mateo ka arritur që ta kupton komplet këtë gjën që Brikena e ndjen dhe normalisht i beson dhe i qëndron pranë sepse Mateo sot e dëshmoi që e njeh Brikenën më mirë se sa ajo e njeh veten. Me dhuratat që kishte përzgjedhur, Mateo dëshmoi shumë qartë as te Brikena që e njeh shumë mirë. Tani, kur flasim për raportin e Brikenës dhe për raportin e Mateos, ju e dini shumë bukur që sonte banorët kishin në dispozicion nga vllau i madh që të shkruajnë një letër. Një letër që një letër që unë them që shkruhet vetëm një herë në jetë. Do thoni pse? Sepse përditshmëria jon, jeta jon, puna jon, fokusi që kemi te puna, përkushtimi që ne kemi te puna, tek lodhjet e ditës, ka ardhur jeta shumë dinamike, na bën që ne të harrojmë të shprehim dashurinë e vërtetë ndaj familjes dhe sidomos ndaj nënave tona. Dhe sonte Mateo, me të gjithë atë forcën e tij të madhe, ndoshta për herë të parë në jetë, duke njohur dhe karakterin e tij, e shkrua një letër që në fakt na ka emocionuar të gjithëve. Tani ju do të thoni, a i di nëna e Mateos këto fjalë? Me patjetër që i di, sepse veç raporti që kishte Mateo me nënën e tij, tregoi që ato nuk janë nënë dhe birë, por janë shok edhe shoqe. Që ky raport është raporti më i bukur që mund të ekzistojë mes prindit dhe fëmijës, sepse automatikisht rritet një fëmijë edukuar ashtu siç është Mateo. Mateo sonte ka plasur në lot, në ashtu lot që unë realisht nuk e kisha parë më herët dhe jam shumë i lumtur që në këtë ditë kur fëmijët nuk duan të dëgjojnë për nënat e tyre, në këtë ditë kur fëmijët fasionohen pas jetës së bukur, të jetuarit vetëm, duan qetësinë e tyre sepse kështu e perceptojnë më bukur jetën, ato harrojnë prindërit, harrojnë nënat dhe në këtë rast Mateo thjesht tregoi që sado kudo ai të ketë jetën e tij të suksesshme, sado kudo ai të arrijë famën, sado kudo ai të arrijë luksin, ai përsëri nuk e haron njeriu e cila ja bëri kokën dhe njeriu e cila ndjehet më shumë se çdo njeri krenare për të. Mateo me emocion e lexoi atë letër siç të gjithë banorët e tjerë, sepse të gjithë u përfshin nga emocionet, është më se normale, do me thënë aty janë sa 300 vjet dhe këto banorë do me thënë ndjen shumë të vakët shpirtërisht dhe me patjetër duan dashurinë e prindërve. Mateo këtë gjë e jetoi me shumë pozitivitet dhe tregoi që ky djalë duhet duar trokitur dhe nëse ju më pyesni pse nënat shqiptare e duan Mateon, unë thjesht do t'ju jap një përgjigje. Nënat shqiptare e duan Mateon sepse Mateo është djali tipik që një nën do ta deshte. Ka kulturën, ka respektin, ka dashurinë, ka njerëzillikun që realisht sot në këtë ditë e kemi të humbur. Unë jam i bindur që dashuria e Mateos dhe Brikenës nuk do ndalon këtu, që ajo familje do të jetë shumë e lumtur dhe këtë lumturi do ta ndajnë nëpër Instagramerat e tyre kur do dalin nga Big Brotheri. Për këtë nuk e diskutoj, por unë dua të komplimentoj familjen Bori se çfarë djali kanë rritur.